Olita, kam një pyetje. Me Mozën, se Moza Meti, që është për momentin tek ferma, është një shoqe më tapër tatua. Jeni shoqe. Çfarë diferencë keni? 2 vjet. 2 vjet. Se tash që po thoje ti po flisje për filozofinë e jetës, qesh me Mozën sepse Moza ka një e para mua më duket sikur është në pushimin e saj më të bukur aty, domethënë, sepse ajo her pas herë ka dalë në studio dhe sinqeriteti i saj na ka treguar që ajo mundohet në jetën e vet, nuk e ka në jetën aq të lehtë, domethënë për te faktit se sa mundohet ajo si poete ta shoh me romantizëm këtë gjë. Por më pëlqen që dëgjon ca gjëra se ja dhe bosh me re, ato do vi kështu. Domethënë është tamam ajo që dëgjoj Katerin tu aty. Kuptim ka më. Gjithmonë shoqërit kanë pasur një filozof. Kanë pasur Jokerin, humoristin, mbretërit. Ishin dhe filozofit. Dhe ajo është si filozofja që i duhet shoqërisë për momentin. Ose ai që ka qenë 7 pëllëm mjekra, 3 pëllëm shtati, ato muhabetet njeriu i mençur. Dietari, njeriu i urtë. Ose ai pastruesi në filmat amerikanë që ishte. Shiko, Moza nuk hyn ke dietari i urtë. Jo, Moza hyn ke ajo filozofia e jetës që jo në kuptimin e asaj te lehtësia e bukur e qenies. Ete shumë bukur. Bravo. Pra pikërisht kjo. Te lehtësia e bukur dhe që në fundit nuk imponohet. Ajo thot unë kështu e mendoj. Ato vajzat e reja i thon diçka si e mendojnë jetën. Ajo e merr në atë mënyrë sepse vërtet është në një pozicion të tillë, edhe në moshë, edhe në gjithçka tjetër, që në fundit është edhe ai guximi që unë çfarë do mbas, sepse unë gjithë jetën time ja kam treguar njerëzve që kështu jam. Dhe në fakt mua shpesh më kanë bërë pyetje që si është a hiqet Moza atje. Kush e njeh Mozën? Unë për shembull, çfarëdo që kam parë nga Moza, asnjëherë nuk mund të them që këtë Moza nuk e ka bërë. Ose çudi, ose të them çudi që Moza e bëri ose e tha një gjë të tillë. Moza gjithkohon është në atë lloj deliri. Siç e ka dhe librin e vet që ka shkruar Deliri, Moza është në një gjendje që e shikon jetën në këtë lloj. Sigurecën, ka dhe disa tregime që i ka sigurecën birë pak mbi tokë, jo bire, po pak mbi tokë, si që ka të ecurën e lehtë, ashtu e ka dhe mënyrën e të shkruarit, por ka pesh pasaj, ka pesh në mendim, por nuk është tip guruje. Moza e hedh mendimin dhe thot, juve po doni pranojeni, pra nuk të imponon. As jetën e vetë nuk ta imponon, juve po t'ju pëlqej t'jeni si unë, si kishën shkruajtur një 2 vajza, pëlqen mua që t'jem si Moza. Ajo nuk e di fare, as çfarë jetë e bën Moza, as si ka arritur deri atje ku është, as për guximin, as për kurajën. Pjesa e humorit pasaj, gjetja që i ka të lindur ato. Pra e ka sens humori ajo shumë. Dhe në momentin që je dhe një njeri i ditur dhe i lexuar, sigurisht që po dhe ka ditë dhe lexuar që janë boring, por unë mendoj diçka duke parë Mozën, sepse Moza ishte edhe këtu para ca kohë, disa ditë parë, ishte në një nga programet tona UTF e ftuar. Edhe duke parë Mozën, unë mendoj që ajo nuk është aq në delir dhe unaware. Mendoj që ajo është e ndërgjegjshme për çka ndodh. Unë mendoj që ti në formën tënde i je më purely artist se sa është ajo. Ajo është artiste, por very commercial. E ka luajtur dhe ka qenë në komerç gjatë gjithë kohës, në mënyrën e vet. Dhe ka shijuar komerçin. Ka spontane, po ka qenë. Personazhe. Do të thënë, ti nuk e po personazh, ajo hyn te grupi i poetëve, elitës. Sidomos në vitet 90. Po, pra, ajo ishte në një elitë intelektuale. Dhe nga elita intelektuale asnjë nuk del dhe nuk zgjat kaq shumë në ekran. Nuk futet as Dancing with the Stars, nuk bëhet as opinioniste në Big Brother. Sepse Moza e ka se ajo edhe këndon, domethënë bën edhe muzikën, i bën gjithë. Po, i bën e ndihmon edhe e ka ndihmuar dhe Luku, e ka ndihmuar Pamja. Ajo aty se unë e shoh me kujdes. Më pëlqen që është aty, më duket shumë e trisht që neve jemi manitur në këtë mënyrë, se s'pas ka njerëz të tjerë intelektual, por shitja është gjithçka në këtë botë. Kështu që në atë segment, në ato njerëz si dhe ajo. Jo, ajo është në rregull aty zemra, po në atë terren patjetër që del në pa. Puna është, nuk e ka me Mozën, Moza është rregull. Ne s'kemi terrene të tilla ku dhe Moza të ndriçojë aty me ritën, me tirat, është ajo poezia te librat, te çmimet e filmit. Pra kjo është trishtimi te Akademia Franceze te Intelektualizmit, pra duhet të shkëlqente aty, jo të shkëlqej me 10 me gjithë respektin, jo të ati niveli, kupton? Me gjithë se unë kam caka që i dua shumë aty, të thë Romirin e presën dhe ca të tjerë që kam personale,
por nuk më është më e thjesht ajo gjëja. Dhe e thjesht bëhet akoma më shumë kur jetë 6 jetat që je çik dhe më e lirshme për ta se ke mbaruar atë, e thjesht bëhet kur je dhe moza. Është si puna kur ti konkuron me njerëz, nuk është Unë mendoj që ajo ka moza raj shumë në sy, mua më duket sikur ka qenë e prerë për të lloj ekzibicionizmi. Do të thotë ka e lindur për një gjë të tillë. Dhe prandaj e ka pasur për këtë gjë. Unë Ka mendoj që ka pasur. Por s'po them asgjë, vetëm po them që ajo çuditsi nuk e ka bërë edhe ajo e shijon këtë gjë, po edhe ka shijuar gjithmonë, e ka shijuar. Ajo e shijon edhe kur ndërpret në emisione, e shijon edhe kur flet, e shijon edhe kur s'të hedh syt ose kur merr atë energjinë që direkt i jep asaj, sepse do të jetë ai njeriu pa filtr ose të jetë kategorik që se njeriu është dhe elastik në jetë, kupton? Okej, duron emisionin deri ose nuk shkon në emision, edhe nuk shkon, kupton? Kur je kundër kësaj, ti e njeh që je në televizion publik. I tha se vajzës, unë nuk dua të shkoj, unë them nuk dua të shkoj të më intervistoj dikush që unë s'kam respekt për, ose në televizionin nëse është televizion partijak ti të bësh revolucionar në një vend të pritet pastaj të s'bën dot trevoja, kupton? Kështu që ajo e ka luajtur shumë mirë këtë, është shumë mirë që është aty, unë mezi pres kur e shoh në mëngjes, por keqardhja ime është që duhet dalim në pa, duhet futemi në një shtëpi me dalim pa, kupton? E po ndoshta tani në rreth intelektual nuk del ky personazh në pa. Por ama e di çam pëlqeu sepse në fundit ajo solli edhe një lloj kthese dhe tha, po prit njerëz se fillon gjithë njerëzit tonë, ja sa e rëndësishme është thjesht i lexuar. Vetëm për këtë gjë, është për të hequr kapelen, sepse i bëri gjithë njerëzit që komentojnë thonë, jo vetëm sa e Rita, rëndësishme po është që të jesh edhe vetvetja. I lexuar. Ama se shiko, kemi edhe një gjë ne, Rita, se ne jemi kështu si po jo se po lexojmë jemi si njëri, grupe, po jo se si po automat, kupton? Si automat të gjithashi. Ky lexuar, ky. Tash edhe mua më shkruaj në DM. Po sa gjati me mozë. Po what the fuck, I was there before. Do të thotë moza është aty, po moza del më rrallë, unë aty kam qenë dhe ka pas opiniona por Rita. E kupton tash ne kemi çik këtë pjesën. Unë do thosha këtë tjetrën që më në fund po glorifikojmë njerëz me mend motor. Qoftë ky reality show apo çfarë do lloj gjëje, sepse këtu është bërë një katraur kaq e madhe sa nuk po dihet më dhe unë mendoj që publiku gjithmonë ka nevojë për udhëheqje. Shiko, moza është shumë e mirë, por ato ai ka bërë edhe vetë, publiku duhet të glorifikoj njerëz të fort, njerëz që shkojnë fundit ja dalin, që mund të jetë moza në këtë rast. Patjetër, po. Ky duhet të jetë. As pjesa e letërsisë duhet të jetë që dhe ne nuk i glorifikojmë kurr. Ne glorifikojmë llafet, ne glorifikojmë atë, jo vetëm ne, po përgjithësi bota. Nuk e glorifikon. Duhet të jetë një botë shumë e lartë që ta ngre, po jo më ose edhe kjo pjesa e inteligjencë, nuk është pjesa e leximit, edhe pjesa e arritjeve, e pjesa e vujtjeve që jeti për të qenë piktor, e pjesa e vujtjeve që ka mund për të ngritur kompaninë, për të bërë gjë, e pjesa e vujtjeve që ka shumë të drejtë, po ka një gjë. Pse themi se nuk ka rëndësi se sa libra ke lexuar. Patëm një tryezë të suksesshme, sepse jemi të gjithë njerëz të cilët të lexuar në kuptimin dhe të kulturuar që ti të bësh debat. Që ti të thush argument se me argumentin e hape dhe më pëlqeu shumë. Që ti të kesh argument. Ajo do të thotë që ti je njeri i ditur. Ti sot i ke të mbushura nga vajzat që bëjnë show, vajzat djem, nuk ka rëndësi, të cilët nuk lidhin dot një fjali dhe të thonë një mendim, të thonë një argument. Dhe marrin vëmendje me sherr, dhe e kanë një vëmendje dhe tani pikërisht kjo që bëri moza që tregoj që edhe humori, edhe banaliteti janë pjesë e jetës, sepse për shembull dhe i shkon dhe mënyra si e thot, po ka një mençuri dhe një filozofi që e thot. Dhe i shkon, çfarë do që të veshi, çfarë do që të bëj. Po të jem unë aty, s'më shkon asnjë gjë nga ato gjëra, nuk më shkon. Nuk e bëj dot atë vezën e artë të mozës, se filluat më shkruani mu njerëzit. Po tishin dyja me mozët do na kënaqin, se na kanë parë që jemi mikesha e gjitha. Jo, më nuk do ju kënaqja fare, moza kënaq se është në një mjedis që i shkon ai me ato vajzat, me këngëtarët, me Romirin, me gjithë i shkon ai mjedis mënyra si komunikon. Po se rralla nuk përsëritet dhe nuk është shembull për të marrë, se është ashtu ajo ka qenë tërë jetën. Po ta shikosh për shembull, debatet aty hera e parë që unë kam dëgjuar debate në reality show, pa nevojë në një moderatoreje. Pra minimalisht ai Robi që ishte duke thënë argumentin, u dëgjua deri në fund se çka kishte për të thënë. Pra që këtu nis, unë nuk jam
Inteligjenca baraz dije. Inteligjenca nuk është vetëm dije ose të lexosh libra. Është ajo që tham, inteligjenca emocionale, pra aftësia për të përshtatur në vende të ndryshme, aftësia për të treguar dhe për të treguar rezistencë, kjo që the ti, për të marrë një gjë dhe për ta çuar deri në fund. Çfarë rëndësie ka backgroundi, pastaj shkolla e këto, ato janë tek artikulimi dhe te të tjera gjëra Po që pasi mund të jesh njëri shumë i lexuar dhe mund mos nuk jesh di të artikulosh, as interesante dhe as gjë. Inteligjenca emocionale s'do të lexosh as domën, nuk është kjo. Çështja është që ne t'i japim ca shembuj të minimalisht ca njerëzve që respektojnë mendimin ndryshe. Nuk jemi këtu për të rënë dakord. Unë kisha te fatkesia që këtu duhet futesh në reality, sepse ka dhe i gjithë vërtet për Mozën. Këtu ndoshta është unpopular opinion fare. Moza, se unë jam brezi, kam lind në 78, kështu që ne e njohim Mozën si poete, e njohim, pastaj ndaloi, dhe pastaj Moza ishte animacion. Dhe gjithë ata që shet, gjithë ata që bëjnë fermën, dhe çdo kush tjetër e ka marrë Mozën si animator, si animacion. Pra do visësh gallat, do thotë një gjë të çmendur. Do i nga studio, meme. Pra shtuar për meme dhe ngelën me gojë hapur. U habitën dhe ato se Moza i mori para. Sepse Moza është që ka ose e ka përdorur ose është që ka vrarë mendje. Po, kur dha mendime filozofike dhe për jetën e për gjëra, filluan të shpërndajnë dhe këto, filluan të shpërndajnë poezi. Po, jo shumë mirë, po janë shumë të shkurtra këto se ato prapë si meme. Edhe kur bëjnë llogarit njerëzit, prandaj them unë që është terreni i gabuar. Dhe këto vajza që nuk din fare, këto që s'din fare që janë zero, këto janë të rritura me këtë lloj reality që kanë bërë këto njerëz, që edhe Mozën e kanë ftuar për meme. E keqja, dikush është gjithë brezëri ashtu është rritur, se mua kjo më shqetëson më shumë. Brezi ri. Po shikoj, di ç'është për te brezit të ri. Unë them, ajo që është e keqja shumë e këtij vendit, është që neve nuk vlerësojmë dot, kemi problem në hak këtu që ta ftojmë njeriu për momentin që ai ka prek fundi dhe ja ka dalë. Nuk kam parë në vend botës bëj shkrim. Ore Armina, përballjen tënde me, për shembull, përballjen tënde që ke bërë me faktin që ti ishe një home wrecker, që të thanë që shkatrove, që ja dole, që zhdërrimi, transformimi yt si gjë, nuk janë nxjerr goja, nuk janë nxjerr fyti asnjërit. Kupton, nuk janë nxjerr dot. Ore merre ritët. Ai ta ftojmë ritët për ka bërë poezinë apo për atë historinë dashurisë, apo Jo, vetëm jo, në fillim mua më kanë sulmuar shumë për librin Vrim apo Zbërnami. Po nuk ajo ka qenë. Ne kemi ne problem, dhe ne s'kemi për të bërë haja, dhe sot kësaj dite ma kujtoj dhe sot kësaj ditë mund të bësh vjen keq. Shumë të vjen, nuk mbështesin njëri tjetrin. Kur dikush ka një realitet dhe atë shumë. Ose mbështeti se ti ke shku që o flasun, djerë një video që kam kohë, aktive thomu si Moza, po was fucking here, nuk jam Moza, jam thjesht njëri, shumë jam blok molla, jam blok, nuk e di se çfarë mendimi kam për Mozën, realisht jam blok. Dhe nuk është se s'ka lexuar Moza, se poezia nuk lexohet nga gjithkush, edhe unë e kam lënë poezinë që në kohën e Walt Whitman është ai që më habiti fije bari dhe koha atyre Ginsbergu që ishte koha e Dorsave, Jim Morrisonit, e kam lënë poezinë aty e kam mbyll. Edhe ne që jemi në media dhe nuk la bën dot, e pretendon nga media. Po Anabeli e ka bërë gjithmonë. Po në rregull. Ta pretendoj, normal valla ne kemi bërë. Ne bëm, ja sot bile unë shkruajta diçka që ishte për fermën, thash për këtë sa miq e zgjodh. Shkruajti njëra, po si ka mundësi tha që ti ke bërë këtë gjë tha dhe nuk shef konkurrencë. Po çfarë lidh konkurrenca, do vdesim një ditë, çfarë konkurrencë ka? Unë ato të 2 gradë nuk flas, kupton që e kam bërë atë emision. S'më intereson fare. Por që nuk e bëjmë dot dhe ne i ftojmë. Pra, më pëlqen Moza, po Moza është ndodhi iku zhduk. Me pjesën tjetër ne nuk merremi ne. Domethënë edhe ato që i ke marrë aty, ato të tëri merr prapë si kavje ti, sepse secili ka përpjekjet e tyre. Është ajo historia e eksperiment social është shprish bota, jo vetëm Shqipëria. Se ka me këtë vetëm shprish. Të gjithë funksionojnë në bazë të ekzibicionistit. Jo, se ta jep vlerësimin bota. Ta jep një Itali ta jep, një ashtu suedi ta jep, një ashtu ta jap. Të çka ka ndryshuar edhe në Grande Fratello që s'kan dy parë tru, janë bërë super të famshëm. Jo, ne jemi një vend që jemi vetëm këtu. Ato kanë dhe hapësira të tjera, kanë kudo. Ne në një kinema japim në një film gomar të një studenti, që quhet film studenti, japim në një film që është me cilësi. Këtu s'ke opera, s'ke muze, s'ke kinema, s'ke film. Nuk e kritik, nuk e kritik. Po pra, po nuk është gjunaf që Moza të dalë në panë këto. Unë dua shumë që Moza ti deri fut ta fitoj dhe meriton dhe ato lekët që s'mund të ke marrë shpërblime të tjera. I meriton Moza. Edhe për ndikimin që ka dhënë dhe për 2-3 libra, sa ajo larg shoh kur të vdesi ditë paktën ka lënë sa poezi, siç ka lënë Rita. Lënë njerëzit punë. Ka dhënë edhe një ndryshim shumë të madh, një mesazh shumë të madh që nuk funksionon reality ose ky eksperiment social vetëm duke ofenduar me gjuhë banale, siç ka funksionuar deri tani. Dhe unë kjo gjë të paktën mua më
sepse është pafësia autorëve që ta themi. Ajo është pafësia autorëve. Jam shumë dakord. Sepse ajo është rruga më e shkurtër për ta bërë atë. Është direkt. Bën në formë arte dhe atë gjë. Po ajo që doja të thoja unë është pikërisht kjo që jemi dakord që sot të gjithë mund të bëhen të famshëm, se ndryshon fama nga suksesi, ti mund të bësh një çmenduri dhe e kemi parë rrjetet sociale, pastaj janë ato që amplifikojnë. Problemi shumë i madh në këtë shoqëri është që pastaj nuk ka një pozicionim, sepse okay, në rregull, i bëjmë të gjithë të famshëm, edhe i shfrytëzojmë, i përdorim si kavjet tona për të arritur qëllimin ton, për atë gjën, projektin që po bëjmë, por nuk mundet pastaj kurse si që në një panel intelektual ti të mos ndash intelektualin nga njerëzit e tjerë të famshëm rastësore, më thash, nuk mund të ulet, për shembull, unë mbaj mend që Moza i ka qenë në një panel tek e diell dhe mua aty më zhdims me të drejtën. Dhe nuk mund të ulet Moza me Moza futet shtëpia te ferma, o futani tash do ulet ajo. Jo, ishte para kësaj. Dhe të kishte të njëjtën rëndësi mendimi dhe të dhënit të mikrofonit dhe të dhënit të drejtës për të dhënë një gjykim dhe për të dhënë një mendim, po nuk i jepet çdo njeriu. Të paktën Moza, edhe mbasi të dali nga kjo që dhe unë shpresoj që të fitoj. Duhet fitoj. Moza nuk është fare problemi Moza, sepse Moza është në gjithë panelet. Moza ishte fenomeni, qoftë në panelet akademike, qoftë në panelet ose aktivitetet po. letrare para një javë përpara se të futej brenda, ne ishim në 2-3 aktivitete letrare dhe gjithkohën e fundit kishim qenë bashkë dhe ajo është shumë e ditur e njeh me themel letërsinë shqipe, ka vlerësimet e veta, letërsinë e huaj, kështu që ajo do vazhdoj, jo, edhe pas kësaj, Moza diti ndaj ato gjëra, nuk është edhe kur pozicionohet, qoftë për këngë, qoftë për balet, qoftë për pikturë, ajo është një gjë që ajo thot pse, siç është një show girl që ditë bëj shumë gjëra, ajo nuk është vetëm poete. Dhe nuk është ato i bën mirë, domethënë ai shijon vetë. Ajo as e pretendon që ti bëj mirë ose keq. I shkojnë edhe është si ai njeriu që unë them që ka lindur në thelb artist që e ka në shpirt, pavarësisht se nuk e bën të përsosur përveç poezisë gjithë gjërat e tjera, po në thelb edhe mua që është ajo, po gjitha gjërat, më jo bravo qoftë se po i do për shkakun, unë nuk kam komplekse. Pavarësisht këtyre grupimeve që do të jepni mundësinë Mozës që të njihej, asnjë nuk do ta njihte tamam, nëse nuk do ishte pjesë e një reality. Ora i po them që është shumë mirë, po çfarë ndodh? Çfarë ndodh ja e njohëm, do edukojmë Shqipëri çfarë ndodh. Pra ne jemi akoma në mizeri dhe bëjmë mizeri në këtë. Ndryshon stereotipin e influencës, pra nuk janë më. Ore Moza nuk do merret me këtë, nuk do jetë si Luizi që doli pastaj dhe do të publikisht që urrëzua publikisht. Moza do vazhdojë në vetë, Moza ka qenë të plotësuar para. Stereotipin e pëlqyeshmërisë. Po, unë për këtë jam. Kur duan ta kthejnë njerëzit pasaj Mozën në viktim, ajo nuk pëlqen fare. Më ka kërkuar dhe mua intervista, pse është në gjendje të keqe ekonomike, këto nuk e di, do thoni ju, mund ta ketë shprehur, mund ta ketë shprehur ju që dhe Moza. Po shumë e shëmtuar, ta trajtosh Mozën, sepse Moza ka punuar, është pedagoge, do me thonë, ka të ardhura, mund mos ketë shumë, ose një artist mund të ketë shumë më tepër, po që në fundit kjo është Shqipëria, ti mund të bësh një libër me 500 faqe, mund të futesh në për arkiva dhe të marrësh në bazë të tirazhit me atë libër, ti mund të marrësh merr apo s'merr 20.000 lekë treja, 200 euro, pra nuk shkon gjithmonë paralel në botën e kapitalit, jo vetëm te ne, po dhe në botë, prandaj shteti që mbështet veprat madhore, shteti që mbështet akademikë aty në Big Brother, kështu që edhe ata e kanë punuar vetëm gjendjen e kjo disbalancë është që të vret. Kjo disbalanca midis njeriu të ditur që gjithmonë për kulturën dhe në botë tani kanë filluar të financojnë jashtëzakonisht shumë, te ne është shumë keq, shumë dobët. Po prandaj pra kjo është gjithë thelbi i gjësime, do të shkoj aty. Merr ato ta trajtosh tash Mozën si viktimë. Me gjithë rebelizmin që ka bërë, me gjithë ato të kishte shumë e turpshme dhe këtë është psikoza e turmës që do ta trajtoj kështu, si kur hajde neve tani mbledhim lek për Mozën, për mua është shumë fyese një gjë e tillë. Se nuk është në atë gjendje, në fillim të ngre pastaj të shyen, se do një jo, pa turma, kjo pjesë e turmës prapë bën si për mirë, hajde ta ndihmoj.
Po pse? Moza Sepse është nga ato njerëz që as kur as sepse kam nuk e bë dëgjuar mos. ndonjëherë të Absolutisht. kërkoj një borë se dua të bëj diçka. Moza, që ta din njerëzit ka lirin ka të jetoj krenarinë pa e lek vet. sepse është e mbushur mësimi as i lek. Ka Sa ti krenarinë marr e lekë vet. pa ashtu të jetoj sepse jeton full. Moza When you është live full njeri inside krenar. dhe bës gjithë tua të lira në jetë, dhe kur bës gjithë tua të lira në çfarë do lloj gjëje, ajo është pasuria më e madhe që ke edhe se pak e freedom, hajde. Po mu pëlqen edhe kjo pjesa tjetër që Moza e thot edhe pa teklif atë gjë që po dua të fitoj. Po bravo, ajo është dhe shumë në formë. Dhe lëkura e saj super, e frikshme, fantastike, bravo i qoftë. Nese për ta mbyllur, ishte një moment që unë po shifja të nesëme, po shifja këto live-et, edhe ishte një moment që e kape që i thot njëri, ai një shkodran, një aktor shkodran, dhe i tha, shiko, tha, problem këtu tha Shqipëri, ishin tavolin, tha, problem këtu thash mentaliteti. Dhe Moza, e kanë futur fien, unë tha. Duhet dish të pusësh fien, po e tha shumë bukur. Tha dhe një fjali tjetër mbas, po kjo ishte shumë e bukur. Duhet dish pusësh fien, tha dhe jeton shumë okay. Kështu kjo është thjesht thelbi i gjës, duhet dish pusësh fien, ku ta pusësh fien edhe jeton. Pra ishte një fjali që nuk zë vetëm Moza, siç nuk zë vetëm mua, dhe sot edhe ty. Po të thonë njëri mentalitet, thotë që fucking kam unë me mentalitet, çfarë thonë mua mentaliteti këtu. Do të thonë janë gjëra që janë komplekset tona personale, që i kemi nga turistnia, por nuk ka lidhje se çfarë mendon. Çfarë do thonë Po, tjerë. Zeqiri apo Margarita. Po gjithsesi e rëndësishme është që ne shijoj Mozën aty, po shijova edhe shumë këtë. U kënaqem me Më kënaqem me vërtet. Edhe ishim shumë të lirë. Po madje kapa vetë ca momente të thash, you know what, just let it go sepse është e gjitha kimia. Edhe unë kam shumë qejf që takohemi edhe herë të tjera. Ndoshta diku tjetër. Sa herë që kemi ose në shtëpi, shiko do t'ju marr se po mbaroj shtëpinë. Sa ta mbaroj? Sa ta mbaroj do t'ju marr te shtëpia ime. Shumë mirë. Pastaj ka baçe, një baçe të bukurita, edhe baçe ka me verë. Unë pastaj do ftoj në edhe ti te shtëpia jote. Unë ka kalamaj të vegjël, nuk ju ftoj Do na shtëpi. ftosh për Unë do ju Nuk dua mama. Se kena mbaruar punë. Unë do ju ftoj në Berat. Oh, I love Berat. Jo, po shef, është ajo gjithë energjia dhe ishte shumë bukur. Edhe yes, ne jemi më të mirat e goca dhe gra. Thashë sepse bëhet me kot, me që ishim me çdo gjë që duhet thotë tash duhet. Sepse po, duhet hapur një konflikt në publik. Po ja, mos kanë neva fare. Super janë ato. Por kryesorja, un kam qejf që le të themi të jetë si një mesazh për ata që na dëgjojnë dhe që un mendoj që është arma sekrete e 4 sheston, është gjithmonë të respektosh mendimin e tjetrit dhe të biesh dakord, mos të biesh dakord. Kjo është fitoria më e madhe, si në çift, si në marrëdhënie, si në familje, të jesh aq mendje hapur dhe aq rehat me veten, sa të mos mendosh që ajo që po thot tjetri të jetë diçka që ty të ngacmon. Pra, ajo që po thot tjetri nuk është diçka që të ngacmon ty. Mos e merr personale. Mos e merr personale, por vëre në funksion të... Gjera për ta mbyllur, se kjo është shumë e bukur. Më shkruaj ti njëra. Dalina tha, e bërë shumë e mirë, tha, po tash u gjet, tha, bë dhe këto kapakët. Jo, i thash, unë s'do i bëj. Tha, të lutem, mos e merr personale, tash mos si ta marr familjare. Ta marr shtetërore si ta marr, tash ta marr si biznes. Arina me getting money out of this, like what the fuck, është shpreha mos e merr personale. Po ne nuk e marr personale sepse jemi në program. Po, në qoftë se unë i them Ritës diçka dhe mërzitet, që s'më pëlqen, është Rita do ta thot mbrapsht, pse nuk u pëlqen. Mos e merr personale. Komunikimi pra, ky është arti të komunikuarit. Edhe ata që na dëgjojnë, mos dëgjojnë vetëm një fjali, kjo fjali ndërpritet, pastaj ndërpritet prap. Tash do i presim një çik neve këto. Faleminderit se e kemi edhe për distribuoj. Ti vazhdoni të premten. Po. Edhe vetëm një pyetje të fundit për koleksionin, se kishte bërë atë të fundin e kishte fantastik. Që kishte veshur dhe atë, ajo pëlqen shumë ajo, e parë syt që kishte veshur Moza. Ajo ngjyrë tulle, ajo bakri. Po. Me këmishën e mëndafshë. Po tash i ke filluar shumë mirë, po tash i ke shpërthyr fare. Po, me eksperiencë çdo gjë. Fillimi asnjëherë nuk duhet maksimumi. Jo, ke shumë të bukur, ke shumë të bukur dhe ajo që di ti shumë mirë është trupi i femrës, e respekton shumë femrën. Po, është vërtet. Atë jam munduar studioj që të respektoj trupin e të gjithë llojet e femrave, sepse shumica e brendeve kanë atë tendencën që të bëjnë gjëra ose për gjokës vogël ose për femra që kanë gjërësi këtu, për shembull nuk i lën hapësirë që të ketë për gjitha llojet, edhe unë kam studiuar shumë mirë që shumica e veshjeve ta përqafojnë çdo lloj trupi. Edhe kjo ka qenë gjëja që kam bërë tani, hopefully se po punoj shumë për ta çuar në showroom jashtë Shqipërisë,
por deri tani kam bërë kështu kapsula, koleksione jo shumë të mëdha, ndërkohë që po punoj për diçka pak më të gjerë. Crossfinger. Unë mbaj mend Arminën para shumë vitesh në blog më tha një gjë. Tha, unë kam ëndër, tha, të shkoj në javën e modës Paris, ishte shumë e vogël dhe shkoj dhe pastaj që çdo ëndër e manifeston e bën. Dhe Korida unë të preftoj, po, jo, e that. Ëndra ime tha, e di kush është ëndra më e madhe? Të shkoj në javën e modës Paris, ta ishim ulë një lokal në blog. Kam qenë 18-19 vjeç. Po, edhe shko, se bëri tjetër thotë tash që ëndre ka. Kështu që nuk e di Chaneli, shkove te Chaneli? Po. Futet te Chaneli. Ose aty i kishte te Chaneli, është shumë e vështirë futesh te Chaneli, duhet nuk është kaq kollaj, kupton? Me bileta që gjen nga Çuni Xhajës. Po, Rita më të premtoj që ta lexoj librin, ta lexoj në tren në Angli, jo sepse në trena ku shkoj te goca në Angli e kam me vetë. Okej. Edhe Fatma, është kaçuela s'kam unë. Kemi linjat e tjera, Okej, pra. Natën. Ándale.